Jele një rrugë për njeriu. Jele një devocion në zemrat tona, vlla motë, në emër të Jashuas. Nuk ka rëndësi beteja, nuk ka rëndësi ligësia që ngrihet kundra, sepse ti do të ecësh në rrugët e tia. Poziciono zemër me atë në çdo ditë dhe ecë në rrugët e tia, vlla motë. Do t'i mbaj ligjet E tu lavdi për jetë të ecë në të. Ligji është një dritë në këmbë të mia. Ku mund të shkojmë pa ty o atë? Lavdi për jetë. Ti je pranë gjithmonë aduna, gjithmonë ati ke qenë. Është on për para nesh. Merë në zemër vlla motë që ai është për para teje. Ai shkon për para teje. Mjafton të poziciono zemër në besim të plotë. Nuk e ditur ai që vigjilon mbi ty. Ai që ka kratë e ti dhe mbulon dhe dërgon engjëllin e ti, thot psalmi. Psalmi 34 thotë që engjëlli Yahweh rrethon ata që kanë frikë emrin e ti dhe na çliron. Prandaj vlla motë të pozicionoj zemrën akoma më thellë. Dije që tani është në rrugë e mirë. Dije që rruga e vërtetë ti e ke gjetur dhe ke zgjedhur me zemrën tënde. Vendose të pari në jetën tënde. Qëndro për emrin e tij, vlla motë, në emër të Jashuas. Se kështu ai do të qëndroj me ty. Do qëndroj me familjen tënde. Do qëndroj me pasardhësit e tu. Se je tani veçan, nuk ka rëndësi. Do sjelli mirësinë e ti, kur ti je formuar. Je formuar dhe rinjosur në udhrimet e ligjin e ti të përsosur. Atëherë do jesh në gjendje të mësosh familjes tënde rrugët e tia. Dhe shabatet e tua gjithmonë mirë njohës. Gjithmonë mirë njohës në zemrat tona. Gjithmonë duke ditur burimin e jetës. Ai që është burimi, ai që është madhështia jonë. Që ngri dhe është gjallë, ai ka e vërteta dhe nuk ka emër tjetër. Lavdi për jetë. Në udhrimet tënde, për reputacionin tënd, për lavdi të emrit tënd. Prandaj ne mblidhemi dhe nuk harrojmë së mbledhjen tonë së bashku. Prandaj lavdërojmë emrin tënd. Prandaj ne kujtojmë mirësinë tënde sot në emër të Yeshua Mesias, Birit tënd të lavdisë, që ti na ke dhënë rrugën për faljen e mëkateve, që na ke dhënë rrugën e mirësisë. Prandaj gjithmonë në zemra ime do të lavdëroj ty, o Atë. Do të madhështroj ty kudo që do jem në emër të Jashuas, kudo që ti do më drejtosh, emër të Jashuas, me këdo që do më përqëzosh rrugën, për të lavdëruar ty, për të mbrojtur karakterin tënd në emër të Jashuas. Halleluja. Lavdi për jetë. Lavdi për jetë. Halleluja. Ka një gëzim në zemrat tona, vlla motër. Ka një mirësi që ai ka dhënë që ti nuk do ta harrosh. Prandaj ka një mijë arsye për ta falendëruar sot, për ta adhuruar sot në zemrën tënde të sinqertë. Dhe ai do një zemër të pastër, një zemër të gëzuar. Lavdi për jetë. Dëgjoj ritmin tim, o El Shaddai. Vërivesh lutjes ime. Nga skaj I tokës do të thëros. Zemra ime ligështohet. Lavdi për jetë. Në qotesh këmbi që Më I lartë se unë, se ti ke qenë se për mua. Lavdi por unë armiku, do të banoj në tabernakullin tënd për jetë. Qyteti I ri, Jeruzalemi I ri, të vetu Sela. Sela do të thotë pusho për një moment dhe mendo dhe medito për një moment thellë. Sela do të thotë të rikujtojmë çfarë ai ka bërë në jetën tënde.
ke dëgjuar zotimet e mia, ti lavdi më ke dhënë trashkimin e atyre që kanë frikë nga emri. Ti do na zgjatësh jetën tona dhe vitet tona si shumë breza. Hajde të bëjmë përpara ne të votrojmë përpara jetë, përpara El Shaddai të plot fuqishmit. që ta ruajnë atë. Kështu do ti Ti ndoj El Shaddai për jetë, që të përmbush për ditë. Zotimet e mia, Zotimet tona, vlla motën, dëshmitë tona, deklarimet tona në zemrën tonë, për para ti që është i denjë në emër të Jashuas. A i ka qenë i mirë me ty me dhe me mua, na ka falur pa usit tona, na drejton në rrugën e ti, në shtigjet e ti, në rrugën e drejtësisë, lavdi për jetë. Haleluja, lavdi për jetë. Kadosh Adonia Tzvaot Kol Koichot Amin Lecha Ta'ela HaSefer Libra ta janë hapur. Dhe kjo është kurora e jetës, vlla motër, që i përket atyre që ecën në rrugët e tij, besojnë në Mesia Jashuan. Kjo është froni i tij, froni i mbretit të lavdisë. Jashua Mesias në atë ditë do hapen librat. Halleluja, lel shedan betzedek. Merë në zemrën tënde për faljen e mëkateve, hyrë në besdidhje me anë të pakëzimit në Jashua Mesia. Duhet të pendohemi nga shkelet e ligjit dhe besojmë tek në autoritetin e emrit të tij, se nuk ka emër tjetër. Nuk ka emër tjetër dhe nuk ka Mesia tjetër. Ai është kadosh, ai është i shenjtë, ai është i veçuar. Ai është i pastër, qingji pa njolla pa të meta. Ndihmo më atë në emër të Jashua Soha. Ndihmo më atë. Ndihmo më atë në emër të Jashua Soha. Nishpotu ameitim, halleluja lel shedon Ndihmo halleluja lel shedon betzedek. Ndihmo më falë pa udhësitë e popullit tënd. Falë fati im në emër të Jashua Soha. Nuk kam pranuar birin tënd, o Hat. Ndihmo më Hat. Të predikoj ben David, të predikoj birin tënd, o Hat, në emër të Jashua Soha. Ndihmo më Hat. Tërhiqi ndaj vetes tënd, kur i takoj rrugës, o Hat, që zemra time vajton, o Hat, për birin tënd që ka refuzuar etrit e tyre. Ndihmo më Hat në emër të Jashua Soha. Ki mëshirë, o Hat, ki mëshirë, o Hat, për ta që takova ti, o Hat. Ki mëshirë, o Hat, ki mëshirë dhe hapi sytë e mendjes së tyre, të shikojnë repritin e përsosur, Jashuan Mesian e tyre. Ki mëshirë, o Hat, ki mëshirë, o Hat, se
derisa numri jo be hebrejve të plotësohet, atëre ti do heqësh vellin nda Jakobit. Ki më shiroat, dërgo punëtor në korjen tënde, o veçoj ata me zemër të vërtet janë mashtruar nga mësimet e etërve të tyre. Hapi sytë e mendjes, o të shikojnë birin tënd, o të shikojnë ata që kanë therur në himër të Jashuas, o lavdi për jetë. Ka një vajtim vëlla motër që bëjmë tani. Është mirë ta bëjmë një vajtim tani. Është mirë që të vajtojmë përpara fronit të Tij, sepse në atë ditë masandaj nuk kam për të vendosur. Prandaj ti do të vendosësh tani për ecjen tënde ku je me Krijuesin tënd. Është një vajtim që duhet ta bësh tani. Është një vajtim që të takon ty tani për ta bërë. Prandaj do të dalësh nga paudësia, të dalësh nga çdo zjarre pagane në emër të Jashuas, dhe të ecësh të rrugët të udhërimit ligjin e Tij të përsosur. Kjo është betejë më e madhe tani. Në kryq qëndruam, rruga u nda në dy, ti zgjodhesh tegun e të parve tanë. Unë të shikova me zemër të copëtuar, por nuk mund të ecja aty ku e vërteta mungon. Nuk mund të qëndrosh aty. Nuk mund të ish akoma aty, vëlla motë shqiptar, do gjene diaspor. Ku sabatet nuk praktikohen, urdhrimet e Tija dhe festat e Tija fizike nuk praktikohen. Nuk po di çfarë po bën akoma aty. Nuk ke një lloj të akoma aty. Në emër të Jashuas. Adonai nuk dëgjohet. Adonai nuk dëgjohet aty, të ri akoma aty. Shkon nesër dhe mison në ditën e diellit, dhe ri akoma aty. Dende, vazhdo të qëndrosh në atë aktësinë tënde. Hajde shkova për shkim në emër të Jashuas të dalësh nga ato paudësi. Për shpëtimin tënd dhe familjen tënde. Në emër të Jashuas. I theva shpinën zjarreve pagane, Dhe ja shpinën njëre për gjithmonë. Altareve të të parve tënd. Në emër të Jashuas. Kur zëri më të lartë ishte më I qartë dhe I vërtet, hapa në shkretë të tir, vetëm në atë shtet. Mjafton të shikosh shkrimin, mjafton të shikosh zërin e Tij në Bibël. Gjatë të disa gjëra të vërteta, të përjetshme, të përsosura, të pastra, të mira. Në emër të Jashuas. Fizikisht e vetë, me rënë në kënd, për qëli më rëthonin, gjetë e Ti pran, pa familje pran, por prani e Ti e ëmbël. Më I larti dhe ushtria qjellërore janë gjithë shka që ka. Lavdi për jetë. Me dhimbje në krahor dhe lot në sy, zgjodha rrugën e ngushtë që të shkon te I larti. Ashtu të gjithë, ku Abrahami dikur në gënjeshtrave të eci në udhën tënde, edhe të lindë në vend për ata, por të linden, I Adonai, Ti e jeta ime, kurora ime, Ti e imi. Je lavdi për jetë, që ke hapur sytë e mendjes të shikojnë të vërtetën, të shikojnë madhurimin e vërtetë më të lartë në festat tënde, që sot është festa jote e parë. Me qelli gëzon dhe Ti e mban me engjëjt tënde në shënjën Jashuas së bashku, për lavdi të emrit tënd. Haleluja.
Lavdijemi të tia, lavdijemi të tia, shalom për ju që ndoqë deri tani në YouTube apo këtu në Facebook, ku po e ndiqni. Kjo është misia jonë për lavdi të tia. Jemi në Telegram, nëse ke një zemër, dëshiron të mirë pajisës dhe të marrësh të vërtetën. Vaj po flet disa gjëra, zemrat e përulura dëgjojnë, veprojnë dhe mos andaj bashkohemi. Gjithsesi, ti po e ndjek tani që është i regjistruar nga shërbesa jonë këtu në Telegram për lavdi të tia, ja më lejo ta heqim pak këtë dhe do vazhdojmë me fjalën dhe kemi disa gjëra për të komunikuar zemrave tona. Shalom vlla motër për ne këtuja, mirë se erdhe për lavdi të tia, për lavdi të emrit të tia. Ka një urtësi në orët e fundit. Ka një urtësi që neve na përket të rishikojmë çdo gjë që është thënë, që është folur. Mjafton të hapësh Biblën. Po të hapësh Biblën, çdo gjë ekspozohet për lavdi të tia. Çdo gjë mos andaj vjen në dritë, thotë shkrimi, dhe është nevoja të vinë në dritë, sepse kur errësira shfaqet mos andaj në dritë, nuk mban me, dhe i ligu e mban atë errësirën të fshehur. Në momentin që neve hapim Biblën, hapim dritën atje. Okej, një të hapur dritën e karakterit të atit me njerë, mas andaj del shikon disa gjëra, përse këto gjëra këtu janë thënë në këtë mënyrë dhe unë shikoj disa gjëra që praktikohen ndryshe dhe mas andaj kupton, pastaj vendose, është koha për vendimarrje pastaj. Ajo na takon secili prej nesh. Nuk ka rëndësi nëse je 30 vjet apo unë jam apo kam shërbes apo një pyetje të thjeshtë her pas here bëjmë, mas andaj vetes tonë dhe shikojmë ku jemi me krijuesin e qiellit tokës, lavdijemi të tia. Një moment do më falësh, një moment sa të bëjmë lidhje teknike për lavdi të tia. Haleluja, ja një moment. Do vazhdoj vërtet do predikohet për lavdi të tia dhe duhet predikohet në zemrat tona çdo herë dhe çdo moment për lavdi të tia që neve të marrim prej mirësisë të tia, të marrim prej çdo urtësie që na vjen. Sot është dita e tia, ja një moment, do jetë pak i lartër. Një sekondë më falësh. Po, lavdijemi të tia. Haleluja. Mirë se erdhe edhe njerë për ju online, për vëllezërit e motra këtu në misin tonë, është me njihemi kushi. Jam me lejo se që nga qik poshtë kjo gjëja këtu, ja. Okej, mirë se erdhe. Kjo është shërbesa tonë, si që mund të kesh më ndjekur, të falenderoj nga zemra nëse e ndjek tani në YouTube ose në Facebook, të lutem vëlla motër, merë atë diligencë, thuash, për kushtimin e zemrën tënde. Të veprosh, sepse vllai mund të flasë shumë gjëra, kanë folur këto 5 vjet e fundit të paktën në shërbesën në Shqip, përpara sa ishin pothuajse kishin vazhduar për ato pothuajse gati sa i vete në 2015. Okej, vend disa vite me pak fjalë. Janë 11 vjet më përpara që kisha shërbesën këtu në Kanada për lavdi të tia. Kishim nduar kudo, por vjen një moment, kupton, si apostulli Shauli, pali njojtur, që janë disa gjëra që i shumëzon me zero, sepse ato janë gjëra tradita njerëzish, janë zjarre pagane që duhet të hiqen nga jeta jonë, lavdimit të tia. Nëse ke një zemër, për ju që nuk keni abonuar akoma për lavdi të tia, kjo është shërbesa jonë në YouTube, për sa do lejoj koha, sepse gjëra dhe po ndryshojnë edhe në mënyrë të shpejtë edhe në për platformat të tilla si këtu në YouTube apo në Facebook. Do vi koha që mos andaj do jetë vetëm dëshmia mos andaj çfarë kemi mbjellë në zemrat tona, sepse varet nëse edhe Bibla do na lejojë në përduar në atë kohë, sepse do vi një shtrëngim i madh, siç Bibla parashikon për ato 3.5 vjetet e fundit të tokës,
të tokës në kuptimin të kësaj epoke. Toka është e përjetshme, toka i ka themeluar shtyllat e tij tokën për jetë. Por do pastrohet, sepse ka një lum përsipër që ka njollosur në të rast Satani, fillimisht me veten e tij, mësandaj gënjeu Adamin dhe solli shkeljet e ligjit, solli mëkatin, solli vdekjen dhe çdo korrupsion që sjell mëkati. Por në atë ditë do kemi një rinovim të krijimit, lavdërimit të tij dhe do pastrohet, do hiqet ky lum, do pastrohet me anë të zjarrit dhe mësandaj lumi jetës do vërshojë që nga qyteti i ri, Jeruzalemi i ri që ndodhet mësandaj është vendosur tashmë në tokë, Mesia ku do Krishti do mbretërojë për 1000 vjet dhe për tej, për lavditë të tij dhe mësandaj do japi gjallërim tokës jashtë për ata të vdekshëm që janë jashtë qytetit. Por gjithsesi ka plot mësime vëllamotë, të inkurajoj në seksionin live, sidomos ke mësime që janë bërë të krijimit, mësimet që kemi marrë, tani jemi në studimin e librit të Romakëve, kemi mbaruar më përpara Mateun, mund t'i shikosh në detaje, koncepte prapë në seksionin këtu të videove, janë folur shumë gjëra që kanë folur për sa i përket çdo thënie të përciptazi që janë folur me gjërat që janë të pjeshme, që kemi dëgjuar, i kam shtjelluar me hirën e tij në çdo mënyrë të mundshme që ti të mirë pajisë, sepse kur ke fjalën, urdhërimet, kur ke karakterin e Atit, nuk të rrezoni ligu. Prandaj thot dhe vetë në Psalmin 119:165 thot: paqe të madhe kanë ata që e duan ligjin e tij dhe asnjë gjë nuk të rrezon. Asnjë gjë nuk të rrezon. Të shikosh Psalmi 37, njëjti kontekst, është ligji i tyre në zemër e tyre, thot Ati. Unë vargu 31 besoj dhe mësonaj thot, ata nuk lëkunden, nuk bie poshtë, nuk bie poshtë, mund të vitë të hedhen në një spërkati ligu her pas here, nuk ka rëndësi, e pastron me pendimin tënd, rrëfimin tënd përpara afronit të tij, dhe ai është i drejtë dhe i mirë që na pastron nga të gjitha paudhësitë, lavdërimit të tij. Këto janë temat që vllai ka folur, kam folur dhe e kam marrë në zemër. Së shpejti me të mbaruar librin e Romakëve do flasim për ngjarjet e kohës së fundit, eskatologjia quhet emrin që kanë vënë mësandaj teologët, por do flasim për ato ngjarjet e kohës së fundit, sepse ti duhet të mirë pajisesh, ti duhet të mos kesh frikë për ngjarjet e kohës së fundit, sepse po të shikosh mësime që janë folur për shekuj nga pjesa më e madhe e të thuash besimeve të ndryshme, është gjithmonë ajo mos shikimi, thua ajo nuk do vetë aty të shikoj gjëra sepse janë ca gjëra të tmerrshme që do ndodhin. Po do ndodhin, por mjafton të hapësh Isaian 4. Ka një mbrojtje që Ati do bëj. Sefenian 2:3. Ka një mbrojtje nëse ti ecën në urdhrimet në ligjin e tij të përsosur. Ndërkohë Satani ka thënë që ligji nuk është me dhe masandaj vjen frika. Po largua masandaj karakteri i Atit që përben një tërësi të pemës së jetës këtuja, lajmin e mirë të mbretërisë, që këto koncepte zbërthehen dhe prandaj vllai të thotë që inkurajoj masandaj shko abonohu në kanalin tonë, që sapo thash pak më përpara, me një email në google.com dhe masandaj ke kanalin tënd dhe je shtype atë butonin e masandaj notifikimit, atë zilkën që kur dalim live o kur vllai poston diçka, masandaj ti i shikon të mirën, shikon të vërtetën për lavditë të tij. Prandaj më lutem Atit që do flasim, por të marrësh në zemrën tënde të gjitha këto koncepte janë shtjelluar jo me 3, 5, 10 vargje vetëm. Kur kam folur të paktën një koncept mund të mbështetet edhe me 20 vargje, dhe me 30 vargje në një mësim, ose edhe me 40 vargje, ka ndodhur edhe më shumë, ka ndodhur që ka vazhduar takime edhe 5 dhe 6 orë. Sepse shikoj errësirën që është jashtë në radhë të parë, shikoj manipulimet e Satanit që bën. Por nuk na mjafton 20 minuta. 20 minuta ti mund ta shpenzosh me Atin duke lexuar, apo ndoshta dëgjove diçka, apo more kohën tënde të adhurimit. Po mjaftojnë ato 20 minuta? Na duhet orë çdo ditë të shpenzoj me Atin, sepse po e zohe nëse kohën me Atin. Ke zën kohën me jetën e përjetshme. Po investon për jetën e përjetshme. I ligu do ta heqë atë kohë.
do të vijë, siç e dim, vëlla motor, për ne këtu ja. Dhe për ju që dëgjoni online. Do të vijë që ta heqë kohën me atin, për ta njollosur atë kohë, për ta marrë vetë masandaj në një mënyrë apo në një tjetër, dhe që ti duhet të ishi urtë. Gjë që ti duhet marrësh vendimarrjen tënde për ta rezistuar, për të thënë, për të folur. Jo, këtë gjë nuk më vjen keq, nuk më përket mua, nuk jam pjesë e kësaj miqësie apo dikush të thërrejt, hajde të shkojmë këtu apo siç e dim, ndodhin gjërat. Vini liku, dhe do vi me ata që ke afër. Me ata që ke afër, më të afërmit, sepse Mesia vetë tha që kur unë do vi, tha, do sjell shpatën, tha. Do sjell shpatën, dhe shpata ndan mos andaj. Kush ke si Zot, cila është hynia që ti po adhuron, dhe ti do vendosësh lavdimet të tia. Gjithsesi, do flasim për ngjarjet e kohës së fundit, nuk do jenë në 3-4 mësime, sepse unë shikova materialin dje, por do jenë mbi 10 mësime që unë do t'i marr në detaje të mos lejmë, mos andaj pa kuptueshmëri të ndonjë koncepti apo të një vargu, do t'i në qoftë se unë dhe në takimet që do të flas, e shikoj që kjo temë nuk është asimiluar apo nuk është shtjelluar mirë, do ta flasim gjendje, do rikthehemi për një moment me vargje të tjera që do bëhet studimi, por lutem atin sepse sot nuk studiohet Bibla, nuk vazhdojnë në strukturat e zakonshme. Okej, të bëj këtë 1 2 3 4 pika, hajde këtu, nesër në ditën e diellit. Janë këto cektësira që kemi parë për 2000 vjet në kohën e tonë, në kur apostulli Shaul erdhi në brigjet tona. Nëse, le të vazhdojmë se ka shumë gjëra për të folur. Çfarë na takon neve, vëlla motor? Para se të fillojmë, na takon në radhë të parë dhe vëllai masandaj do të më lejo të vë diçka sepse është urdhërimi i atë që thotë numra 10, por duhet të vëmë diçka që ati na ka urdhëruar që neve duhet t'i bijem shofarit për lavdit të tia. Në ti do ta dëgjosh, është online për lavdit të tia, është një nga urdhrimet e Atit si një ligj i përjetshëm, që kur mblidhet asambleja do ta shfaq masandaj vargun, ne duhet t'i bijem shofarit burisë, në këtë rast të bririt me pak fjalë. Është urdhrimi i tia dhe do ta shikojmë sa një mbushur është ai shkrim në numra 10 që është ligji i tia. Okej, një sekond, lutem sa ta sjell përpara për lavdit të tia. Aleluja. Vëlla motor, mendoj për një moment që ky shofar do dëgjohet e njëjta një buri e tillë që engjëlli do marrë do t'i bjerë dhe tërë toka do ta dëgjojë kur të vijë Mesia Jeshua Krishti, biri i lavdisë. Tani Joeli 2 apo Isaia 5 apo Zbulesa 9 të ke apo e dyta e Pjetrit lajmëron zemrat tona për ku jemi me krijuesin e qiellit tokës. Secili për nesh. Okej. Maranatha në emër të Jeshua Salat. Maranatha. Vëlla motor, kjo është pak, ne dëgjojmë tani, por kur të buçasi engjëlli masandaj me borinë e 7 të fundit, paraardhjes së Mesias. Unë lutem Atit që secili për ne të jetë mirë me Atin. Flas për ju që dëgjoni online, sepse edhe secili që nuk ka vendosur të hyjë në beslidhje. O po vonë pranova në zemër vite më përpara ke ndaluar së shkelur i ligjin e tia, që përbën pendimin biblik? E besuar tek Mesia Jeshua, tek ai që nuk e anulloi atë ligj sepse do të duhet për të mos mëkatuar?
Pastaj qëndron ajo pagëzimi për të hyrë në beslidhje dhe për faljen e mëkateve, pastrimin që ti ke nevojë për të marrë dhuratën e frymës së shenjtë. Dhe pa dhuratën e frymës së shenjtë nuk ringjallesh. Le të citosh baba apo gjëra të tilla se i kam bërë dhe vetë dhe i dim ato, e njoh ata ambient, se isha pjesë. Por mjafton ty pak dhe do me jenë e tia, se do dalin disa mësime për të gjykuar çfarë personi flet apo dikush del në Shqipëri, sepse zyra e një profeti mos andaj lajmëron dhe mbron popullin nga mësimet e rreme. I pëlqen, nuk i pëlqen dikush, nuk më intereson. Dëgjohet pak apo dëgjohen shumë? Dëgjohen në qell në radhë të parë, sepse në atë ditë do jetë kryesorja, a do dëgjohesh nga qelli, a do vlerësohesh nga qelli apo jo? Nuk do vlerësohesh nga njeriu. Njeriu është për të shpëtuar, është në atë situatën e vetë, se cili prej nesh. Por unë kam për detyrë për të thënë të vërtetën me motivin e dashurisë, sepse nuk kam motiv tjetër për ty që po e dëgjon online tani. Kudo që je, bashkëdhetar, nuk e di, në Francë, në Kosovë, në Amerikë, në Kanada, në Itali, në Greqi, kudo që je. Por ata që po dëgjon që të thonë mas andaj dhe nuk mlidhen sot që dita e veçuar, është një shenjë tjetër, merre parasysh sepse Eksodi 31, Galatasve 3, Ezekieli 20 ka një shenjë, ka një emër gjithashtu zbulesa 3. Që ai emër është i lidhur me vulën e emrit të Atit në ballin tënd që është frymërore. Zbulesa 14, 11, 12 ka gjëra shqetësuese për ata që nuk duan të dinë për ligjin, urdhrimet e tija. Ndërkohë festat e tija janë një shenjë për popullin e tija. Populli i tij do thotë që populli i tij është në beslidhje. Populli i tij do thotë që ai ka hyrë në beslidhje dhe Ati konsideron dhe ai njeh kush janë të tjerët. Libri Korintasve flet hapurazi. Në qoftë se jemi të njohur për Atit apo jo, mos gaboj para Korintasve 3. Ai person që vërtet e do Atin, zbaton urdhrimet e tija, zbaton ligjin e tija. Dhe le të hedhim pak e para Gjonit 5:3 thotë fornise dashuria vërtetë. Le të hedhim çika të numrat 10 që sapo në trasburia, raburia. Okej. E ti ta shikosh përse behen disa gjëra në këtë rast ose ndoshta ti si ke parë më përpara përse neve vendosëm atë shofarin dhe përse ishte, ja ku kene ekranin ten, përse neve e bëm. Thotë kur të mblidhet asamblea, çfarë do bëni? Do t'i bini Borisë. Ja përse. Ne nuk e lejmë të mbledhin tonë së bashku dhe kur mblidhet asamblea vërtetë, ajo asamble shikon këtë varg. Populli i tij i vërtetë, që është në beslidhje, Efesianë 2, Romakëve 11, do 2 kapituj që të duhen për të thënë që unë jam së bashku me premtimet që u dhanë, në këtë rast Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Ato premtime në Mesian Jashuan që në gjakun e tij na përkasin dhe neve. Dhe ajo asamblea vërtetë shikon vargun që ke në ekran. Ndërkohë që çfarë është? Një statut i përjetshëm. Ky do të jetë, thotë do të jetë. Nuk ka mbarim. Një gjë e përjetshme, nuk është e përkohshme. Ti do ta kuptosh në zemrën tënde kur thot Ati që ligji tim është i përjetshëm. Nuk është një gjë e përkohshme. Por unë lutem që të dalësh nga ai Krishti i rejmë që masandaj është edhe Ati, edhe masandaj me 3-4 natyra, siç një sot do flasim dhe për atë natyrën një ditë. E kam folur, është mësimi i 3 zotrave, masandaj, është folur me detaje. Ti ke një natyrë, ke një qenje, ke karakterin tënd dhe je një person i vetëm apo jo. Ndoshta po them diçka të gabuar vëlla motër për neve këtu. Unë nuk kam 2 natyra, nuk kam 2 qenje. Nuk ishte Mesia në atë mënyrë, të lutem, në emër të Jashua, sepse janë manipulime që ka bërë Agostini Hippos. Agostini Hippos ishte një filozof që ishte fuqizuar dhe kishte gjyshin e tij, Pitagorën. Pitagora ne e dimë, ja në shkolla matematika, gjeometria. Pitagora ishte një filozof
që mori masandaj çdo lloj manipulimi që nga Egjipti, dhe ja dha Aristotelit dhe Platos që ishin filozofët në Greqi, dhe Agostini Hippos që ishte një katolik, mori masandaj prej tyre, u fuqizua masandaj prej mësimeve dhe perceptimeve demonike, dhe doli masandaj për të thënë që i biri është dhe jati, dhe masandaj aju ndryshon kur të dojë, transformohet kur të dojë, gjitha këto manipulime. E po ta sjell çfarë ka thënë, është shqetësuese. E kam folur në mësimin e Trinitetit Janë 2. Nuk ekziston një gjë të tillë në shkrimin. Në konceptin hebraik nuk ti thuash një hebrej që Mesia ishte dhe ati. Ai të godet dhe mirë bën që të na godasë që ndoshta na vjen mendja në atë moment. Është mirë. Sepse është mirë që të marrësh të vërtetën, të goditesh nga e vërteta sesa të goditesh në atë ditë vëlla motër. Flas për vëllezër dhe motra shqiptarë që i dua vajtoj. Por kur janë disa koncepte që janë të hapura në shkrimin dhe janë të thjeshta, nuk është nevoja që ti të manipulohesh me mësues të rejmë. Për atyre që janë në Shqipëri apo jashtë, ndërkohë në Shqipëri dhe jashtë, të paktën në Amerikë dhe në Afrikë dhe në Shqipëri, i njoh shumë mirë. I njoh shumë mirë. Po prandaj ati bën një trajnim dhe vëlla, shikoj për momentin, në gjëra që neve kemi dëgjuar, personat, e ke parasysh të gjitha të mënyrën e mëparshme, se do vi koha mësandaj që kur të fuqizoj akoma më tepër në fjalën, ti do jesh në gjendje, ndërkohë që dallon nuk është e vështirë, por të paktën ti e një realitetin në Shqipëri, por flas dhe jashtë. Ndërkohë jashtë nuk ka ndonjë gjë të re në diellit, është e njëjta gjë. Janë të njëjtat frymra, janë të njëjtat manipulime dhe mësime që bëjnë, që janë kundra ligjit që ati thotë, to janë një statut i përjetshëm, ti e shikoj. Dhe ne do praktikojmë gjërat e përjetshme, se thotë, gjithashtu do t'i bini Borisë kur? Ti tuaj të gëzimit, ke një gëzim, thot biri Borisë. Mere, do ta kesh një bri në shtëpinë tënde. Do kursesh, masandaj avash disa lekë dhe e blen një. Ja, atë mbrapa është, me hirë në atit, se normal që i ramë dhe kur ishte në Tiranë, apo në pagëzime që vllai e motra beri. Do t'i bie hapur edhe në Shqipëri, për lavdit të tia. Nise. Në festat e tia, po, të caktuara. Sot e sabati, është festa e tia e parë, po mbahet në qelë, nga ati i biri dhe engjit. Ti shikojnë vargjet. Unë t'i kurajoj qëndro deri në fund. Sepse këto mësime do ndahen, masandaj, nga 30-40 minuta, e do jenë disa pjesë. Me jenë atë të shikojmë sa deri kur do vazhdojmë. Por në festat e tia të përsosura, të përjetshme, thot do t'i bini Borisë. Në fillim të muajve tuaj të parë. Ke 4 sezone në kalendarin biblik, si ti e di, në tokë janë 4 stinë. Në ditët e para të stinës janë për të rikujtuar, thot ati. Dhe do t'i bien Borisë. Thot është, sipas kalendarit biblik, lavdimit të tija është dita e 4, e muajit të 4. Muajit të 4 biblik. Prandaj ti duhet të veçohesh, duke pjesë me një kalendare pagane. Papa Gregori i 13 beri kalendarin 1600. Më përpara atje kishte perandori Julius, qushe, nga merr emri Korik, Julius, në anglisht ke July. Të tërë perandorët dhe demonët kanë marrë emra që kalendari Papa Gregorit ka. Papa Gregori ishte një pagan, janë paganë. Dhe formuan gjërat e tyre si pas kalendarve, festat e tyre, që sot protestantët i kanë. Ti nuk do t'jesh pjesë me ta. Ndaj, vllasi që di që biseduam para ca ditësh me personin Tiranë, dhe po i thesha, po që ke ti miqësinë me paganët? Jo, po unë do të shkoj, sepse ai po më thret, ai po bën një festë, që kemi ne me pushtetarët paganë. Ndërkohë që ai pushtetari pagan që po të takoj në njerin prej tyre, do t'i thuhet Psalmi 2. Do t'u thuhet që të pendohen nga shkelit e ligjit, të besojnë, të puthin birin e lavdisë, Mesian Jashuan, për shpëtimin e tyre. Ato gjëra nuk i themi, normal, po nuk i the ato gjëra, do bashkohesh me ta, shumë. Ai person që nuk flet ato gjëra, pendimin, mbretërinë e qellit që po zbret në tokë, për jetë, i drejti do banoj tokën,
ai person që nuk flet ato gjëra, është nga krau tjetër. Prandaj nga krau tjetër ke shumë miqësi, sepse nuk flitet për lajmin e mirë të mbretërisë. Dhe vllati e pe bisedën. Ai ka dhuntia. Dhuntit janë të përcaktuara që mund të flasën një intensitet më shumë apo më pak. Kur ti je në atë rolin që e quajmë veten në këtë rast pastor dhe nuk i thua tjetrit për të dalë, siç tu tha ty vite më përpara në atë pjesëmërinë ku ta di unë, ti nuk i thua do tjetrit dy fjalë. Nuk po themi do janë dhuntit, po janë të caktuara, zyrat janë të caktuara për të folur një apostull apo një profet apo një ungjilltar, barinj mësues që kanë urdhrimet e ligjit, Mesian Jashua në zemrat e tyre që kanë hyrë në bestidhje tashme. Ato janë zyra që dallohen nga ata që kanë sy frymëror, jo nga njeriu natyror, mishor, që nuk dallon gjërat frymërore. Kur një person nuk flet lajmin e mirë të mbretërisë në atë vend ku je, ka diçka që nuk është mirë. Nuk po flas për një vëlla motër që ka filluar 2-3 vitet e para, flas 2-3 vitet e para mbas hyri në bestidhje të vërtetën e vepra 2-38. Nuk po flasim për atë. Po flasim për një person që deklaron nuk kam 20, 25, 30 vjet në besim. Akoma nuk e shpërndar lajmin e mirë të mbretërisë, paganëve, pushtetarëve. Ai. Nëse vazhdojmë. Dhe kështu të gjitha këto gjëra çfarë do bëjnë? Kështu do të bëjnë që të kujtoheni përpara Zotit tuaj. Çdo gjë që ti dhe unë bëjmë përpara Krijuesit të qiellit tokës, në urdhrimet e Tija, në përjetshme që ti mban dhe praktikon, kujtohesh. A nuk u kujtua Korneli? Korneli ishte njëri i drejtë, që kishte frikë Zotin Jahve. Do thotë që zbatonte ligjin. Një person ka frikë prej Tija, do thotë nder, dhe normal që ke frikë, sepse janë disa gjëra që neve do bëjmë, sepse mishi tonë do që të largohet nga nënshtrimi i ligjit, Romakëve 8. Por neve do bëjmë të nderojmë atë Romakëve 2, 23-24, duke mbajtur ligjin e nderon. Dhe Korneli ishte njëri i drejtë. I drejtë do thotë që nuk shkelte ligjin e Tija, sepse ligji i Tij është i mirë, i drejtë dhe i shenjtë, thotë Romakëve 7:12. Korneli u kujtua lart në qiell. Pse nuk vajti ati ta vizitonte me një engjëll? Persona që ishin në tempull konsideroshin, po ishin të paudhë, ishin të korruptuar, farisejtë dhe ata që ishin të vetë vendosur në tempull në atë kohë. Prandaj Mesia i qorton haprazit, Marku 2 apo Marku 7, Mateu 15, 23 ndoshta. Korneli u dëgjua lart, u kujtuan përpara Zotit të Tija. Çdo gjë që kishte mbajtur përpara atit dhe normal që kishte ndihmuar të tjerë sepse është pjesë e ligjit, ato veprat e mira janë pjesë e ligjit. Dhe lutja e tij u dëgjua. Fjalë të urta 28:9. Ai që kthen veshin e tij për të mos dëgjuar ligjin. Vetë lutja e tij është gjë e nevojshme. Lutja e tij është një gjë e nevojshme, ndërkohë në Isaia 66 ku nuk mban ushqimin e pastër dhe thotë siç e pam bie për ju që ndoqët. Ai që ha mishderi dhe gjëra të nevojshme të tilla që ligji nuk ka thënë që neve do t'i hamë, ai person thotë do shkatërohet. Shikon në çfarë ati shkon, në çfarë shkallë shkon. Përse? Sepse është ana morale, vëlla motër. Për çdo gjë që ti dhe unë bëjmë, është ana morale e para. Që në qoftë se zbaton, je moralisht i pastër në atë moment. Por në qoftë se një person vazhdon të shkojë kundra urdhrimeve të Atit, gjë që Levitiku 4:2 thotë, një person thotë që shkel urdhrimet e Atit, po mëkaton. Atë thotë Paragjioni 3:4. Mëkati është shkelja e ligjit. Atëra i person nuk është mirë me Atin. Prandaj vllai buçet që në fillim dhe në adhurim që po thesha disa gjëra sepse zemra time vajton. Ati më dha një ëndër, vëlla motër për ne këtu ja. Më dha një ëndër që unë do ta marr atë ëndër me çik kujdes, dije. Dhe kaq mora që ajo kishte të bënte me ngjarjet e kohës së fundit. Shikonja disa drurë që ishin të prerë dhe kalonte një farë entiteti me kuaj dhe me një litar të madh dhe ishin të tërë ishin izraelitë. Dhe ndodhen shumë dinamika, prandaj unë po vajtoja çfarë. Sepse një fjalë të tjerë e ka thënë kohë më përpara. Për punën e dritës
ndaj tyre. Tani unë po e marr atë fjalë. Po e marr se po manifestohet në një mënyrë të papare, foli fjalën më përpara në një varg për punën e lajmit të mirë të mbretërisë së izraelitëve dhe ndije më dha ëndrrën. Ishte një ëndër shumë e frikshme kur unë ngrita, unë thash, ishte shumë dinamik atje brenda.